Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin në studio. Në fakt, zyrtarisht një nga emrat më të suksesshëm dhe më të nderuar të karates në vend ka vendosur që të përmbyll karrierën e tij aktive sportive apo ndryshe thënë të pensionohet nga garat pas një rrugtimi të suksesshëm. Berat Jakupi, të cilin kemi nderin që sot ta kemi në emisionin tonë. Përshëndetje Berat dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Do të flasim sot për gjithë karrierën tuaj sportive, duke filluar nga ajo që si filluat të merreni me karate, pra cilët kanë qenë ato hapat e parë në këtë drejtim. E kam thënë disa herë, po e thash edhe në atë mbrëmje që hapat e mia të para kanë qenë ai shkëndia e parë, nëse mund ta quajmë, ka qenë në vitin 2000 ku mora pjesë në seminarin organizuar nga profesor Besnik Morati në Ohër, falni. Aty në atë seminar ka qenë edhe instruktor dhe kampioni i botës të asaj kohe, kampioni Enver Idrizi, dhe aty isha unë si musafir, për shkak se tashmë veç edhe dije që profesor Besnik Murati është buri i hallës time, dhe shkova unë të shoh hallën në Ohër, edhe aty u njoftova me sportin e karates, dhe pak më vonë, pas një viti, u hap klubi karates Fati, në Gostivar, me profesor Alin Tuseinin, ku aty nisa hapat e mia të para të vërteta rreth karates, dhe ashtu vazhduam deri 14 vite bashkë me Arlindin, dhe në vitin 2015 u shkëputëm dhe vazhdova vetë si trajneri klubit të karates Asiart, dhe po të njëjtën kohë edhe garuesi i atij klubi. Domethënë, për herë të parë, kush e vërejti këtë talent tek ju, apo vetë ju e kishit këtë dëshirë për të marrë në këtë sport? Realisht si çdo fëmijë që regjistrohet në sport, jo se çdo njeri regjistrohet me një qëllim për të arritur ndonjë rezultat, por rezultatet vijnë dal nga dal, ato ambicet rriten dal nga dal, ku fillon bën një rezultat si fëmijë, tregon talent, vazhdon familja, pastaj përkrahun, vazhdon në garën tjetrën, ti çdo ditë nëse fillon rritesh, fillojnë edhe rriten edhe ambicet rreth suksesit, edhe kështu kanë rrjedhur punët derisa unë u fokusova që të jetë primare në jetën tim sporti i karates. Dhe sigurisht që nuk je penduar që je hudhur në ujërat e karates. Jo, padyshim që jo, sepse sporti i karates më ka dhënë shumë në jetë, edhe mbi gjitha më ka ndërtuar si njeri, si personalitet. Sporti i karates është një sport fisnik dhe mbi të gjitha mund të them lirisht që elita, jo vetëm në Maqedoni, po në gjithë botën elita e shoqërisë merret me sportin e karates. Dhe pak a shumë kam zgjeruar shoqërinë time, mundësi të reja në jetë nëpërmjet sportit karates, dhe kjo mendoj që është një shtyt shumë e madhe në jetë që them po, ja ka vlejt që jam marrë me sportin e karates. A është sporti rrezikshëm, përmendet përkrahjen familjare, meqense familja s'ka përkrahur, i bie që nuk është shumë rrezik? Padyshim, si çdo sport, realisht ka lëndime, edhe unë kam patur shumë lëndime. Për shembull, futbollistët nuk kanë asnjë kontakt me goditje, po kanë lëndime të mëdha në sport. Por realisht si çdo sport tjetër, edhe karateja ka lëndime, por jo siç janë në MMA ose në boks ose në kickbox, janë të qëllimshme goditjet. Karate janë më të kontrolluara goditjet, dhe mund të them që sidomos tek fëmijët nuk ka as pak goditje. Çdo kontakt i vogël, çdo prekje është vërejtje dhe dënim. 5 herë ta godisish apo ta prekish fëmijën ti e humb ndeshjen, kështu që çdo prekje tek fëmijët është vërejtje, dhe kështu që deri në moshën 18 vjet gati nuk ka asnjë kontakt sporti karates. Edhe kjo është arsye pse edhe shumë prind duan që fëmijët e tyre të merren me sportin e karates, por ky sport nuk është vetëm atë që ne e njohim ose e shohim, ose atë që bëj unë. Sporti i karates pak a shumë është si ta marr shembull muzika. Për shembull, nëse muzika është e gjerë si koncept, që më marrim fjala muzik, pastaj ke këngëtar, ke bie pianos, gitarës,
Po ai gitaristi mund mos jetë këngëtar i mirë, po të dy janë muzikantë. Edhe në karate është e njëjtë. Ka karate si koncept, si sport, pastaj ke kumite, ku është ajo dy luftimi ku una të bëj, ke kata, ku bën elemente simulim të kundërshtarit, por nuk ke kundërshtar, ke Japan të përdorin shumë për rehabilitim shpirtëror, ka teknikë që ne i thomë Kihon shkolla e karates, të cilët unë i ushtroj fëmijët, dhe me thonë shkollën e karates, dhe me thonë ka njerëz që e bëjnë për rekreacion, për vetë mbrojtje, dhe me thonë gjitha këto janë karate. Por ajo e cila është sportive, është karateja e kumite dhe kata, ku unë jam kumite faktisht dy luftim me kundërshtar, ajo është karateja sportive. Në karaten sportive është e pranuar nga Komiteti Olimpik dhe bën gara në nivel europian edhe botëror. Këto tjerat bëhen të gjitha për vete. Rehabilitimi, teknikat, me thënë, krejta është karate, por ajo e cila theksohet është kumite edhe kata. Edhe të cilat janë të institucionalizuar nga Ministria për Sport, për shembull, edhe Komiteti Olimpik, janë këto dy kategori. Po, do të thënë përmendet rehabilitimin shpirtëror në grupin e teknikave. A mund të thuaj që karateja është sport anti-stres? A ka pasur ndonjë rast në karrierën tuaj që jeni stresuar shumë, apo ka qenë anti-stres për juve? Vetë fakti që ti bën garë, ke një farë presioni, nuk mund të thuj që nuk është stres në veti, po nuk ta bën realisht karateja, po ta bën ajo sfida që ti do të përballësh me kundërshtarin edhe me të ardhmen e cila ty të pret. Për shembull, ti je përgatitur 7 muaj, 8 muaj, 1 vjet për një garë, edhe tash ti një ditë para vjet flesh dhe non-stop mendon se si do dale nesër, a do mund t'i arrijë qëllimi, gjitha e sakrifica ja vlen aja vleti, ose rikthesh pas një lëndimi që ka zgjat 1 vjet, 2 vjet, tash ti mundohesh të kthesh në formë, edhe kur rikthesh në formë, a do t'ja dalish, apo nuk ja del. Kjo është ajo pjesë e cila të krijon presion edhe stres gjatë karrierës sportive. Por nëse e marrim karaten si koncept rekreativ, është pikërisht e bërë për antistres. Do të thonë, jo rastisht edhe japanët edhe e përdorin. Ka disa elemente të cilët ti i bën, për shembull yoga edhe këto tjera të cilët janë, që tash janë moderne, dhe me thonë, këto rrjedhin nga karateja, dhe me thonë, teknikat të cilët ti i bën vetë, është pikërisht për këtë pjesë që ti rehabilitohesh shpirtërisht, kupton? Edhe kjo është pjesa e asaj që është antistres në karate. Kurse pjesa e kumites edhe katave, e cila është karateja sportive, të bën stres vetë fakti që je kompetitiv apo je garus. Do të thënë gara të krijon stres. Megjithatë është sport që ka disiplinë, për shembull njëjtë si futbolli, ka atë regjimin strikt në ushqim, shumë e vërtet. Në ushtrime. Realisht tash është ngritur niveli i sportit, edhe dallimet në mes sportistëve, dy sportistëve të mirë i bëjnë këto detaje. Kupton, pjesa psikologjike, psikologja se si mund të flas, pjesa e ushqimit. Domethënë, mund të jap një shembull tash kur ushtroja, domethënë, përgatitesha për gara europiane dhe botërore dhe nuk i kisha të instaluar pjesën e ushqimit në regjim dhe në mes stërvitjes ndjeja një lodhje, kisha prishet barkut, stomakut, edhe nuk mundesha t'jap maksimumi stërvitje. Nëse unë për shembull vrapoja, doshet vrapoj gjysore pa ndalur, në 15 minutat e fundit ndjeja një jo lodhjet e pjesa e trupit, por lodhjen mes barku për shembull të prishet, edhe ti e shef që nuk është në rregull diçka, kupton? Edhe në mes stërvitjes ti ndalon për disa minuta të rikuperohesh edhe pastaj fillon përsëri. Por çfarë ke bëti? Në momentin kur ti je ndalur, do të thonë ti nuk mund të arrish performancën tënde, kupton? E tash çfarë bëra në atë moment? E rregullova ushqimin, bëra testin e intolerancës, dhe me thëmë ndoli komplet qëfar organizmi im pranon për si sportist, edhe si njeri në këtë rast,
edhe i anashkalova ato ushqime të cilet isha intolerant dhe pastaj po të njëjtën stërvitje unë mundesha që ta vrapoj për shembull e marr shembull vrapin që të jem pak më i qartë, me thonë filloja të vrapoja me 12 km/h edhe mbaroja për 30 minuta. Por çfarë kam fitu këtu? Këtu kam fitu për shkak se nuk kam pauzë në mes. Se ajo pauza në mes nuk lën ti ta ringrisish formën. Kupton? Edhe ushqimi ishte një ndër shkaktarët kyç që ti për shembull mund të ta bëj dallimin për të ringritur fort përgatitjen tënde fizike. Do të thonë janë disa detaje të cilët ose pjesa psikologjike. Për shembull kam pasur një rast tjetër ku hyja në finale dhe garoja kundër Portugalisë në Portugali në finale dhe në atë kohë kisha rezultatet e një pasnjëshme, kampion Evrope, për senior kisha medalje, në botror kisha medalje, dhe përsëri ishte kampionati evropian në Portugali, dhe në finale me të Portugalisë dhe ulëm edhe bisedoj me psikologen paraprakisht, dhe më pyet se si do ta bësh strategjin për këtë ndeshje. Dhe logjika ime në atë moment ishte që unë mendoj të jem defanziv, për arsye se nëse jam ofanziv, ai mund të shkoj, mund të ketë ai mundësi më tepër, do kem unë më tepër mundësi për të gabuar. Domethënë do mundohem të jem defanziv për arsye se nuk do të jap shumë mundësi të jemi në dy luftim, sepse kur je vendas, siç ishte ai, kur je vendas në një moment ku publika mund të reagoj, edhe referi është njëri, edhe ai mund të reagone, edhe po që se nuk është pik. Edhe thash du sa ma pak mundësi të jap kundërshtarit për ta fituar ndeshjen. Edhe ajo tha, okay, tha unë nuk e kuptoj shumë këtë pjesën taktike, po vetëm një gjë tha mund të ta them, si psikologe faktikisht, tha unë mund të ta them që ai kundërshtar frigohet shumë nga ty. Dhe në atë moment, kur ajo më tha që kundërshtari frigohet nga unë e ndrova konceptin. Dhe më thonë, kjo ka qenë 2 minuta para se të hy ndeshje. Dhe më thonë, e ndrova komplet strategjinë e ndeshjes, vetëm me një arsye, sepse thash, nëse unë shkoj defanziv, dhe ai frigohet prej meje, edhe unë jam defanziv, automatikisht ai do të jetë në ofanziv. Dhe më thonë, ai mundohet të më bëj presion. Dhe nëse unë jam mundësoj që ai të më krijoj presion mua, dhe më thonë, ai në mes ndeshjes do mendoj po qenë ka berati ashtu si e mendova unë. Edhe do t'i kthehet ajo si motiv atij për të ma fituar ndeshjen. Thash, nëse ky frigohet, atëherë thash do shkoj unë do t'i bëj presion. Do t'i bëj presion, ai do tërhiqet një hap mbase dhe thotë, okay, ki qenë ka ashtu si e mendova unë. Dhe më thonë, në këtë moment i hym në psikologji kundërshtarit dhe bëm një strategji mbas psikologjike, faktikisht edhe ajo ishte një moment që unë e fitova edhe ndeshjen. Dhe më thënë, hyra në ndeshje, i krijova presion, ai më njerë u tërhoq edhe dikun ka mesi i luftës, ai edhe u dorëzua. Edhe këto janë disa momente të cilët një sportist mund ta çojnë shumë lart para, por edhe mund ta rrezojnë. Shkojnë mbas po. Dhe më thënë, janë disa detaje të cilët edhe të bëjnë sportist suksesshëm. Kur jemi këtu te sportisti i suksesshëm, gjatë gjithë karrierës tuaj Berat keni pasur shumë suksese. Mund të përmendim disa nga çmimet të cilat i keni marrë? Në aspektin, okay, domethënë jam mbi 20 herë kampion shteti në gjitha kategoritë, mund të them, ose mund ta them lirisht që një ose 2 ndeshje kam humbur gjithë karrierën time në Maqedoni. Kampion Ballkani jam mbi 10 herë. Kampion Evrope për kadet jam 1 herë, për junior jam po ashtu 1 herë, edhe 2 herë jam kampion Evrope për U21. Dhe me thënë, tek të rinjt kam 4 medalje evropiane të arta. Në U21 kam fituar vendin e 3 në botë. Në senior, dhe me thënë, kam 1 vend të 3 edhe 1 vend të 2 në evropian. Dhe po ashtu në 2014 jam shpallur i pari në rang listën botërore. Dhe me thënë, nga gjithë viti, mblidhen gjithë pikët edhe shpallet Grand Winner, i thonë. Dhe me thënë, isha fitu si Grand Winner 2014.
Gjithashtu edhe nga Federata Botërore. Po, sportisti më i mirë në Maqedoni është pallur 3 herë gjatë 3 herë kam qenë sportisti më i mirë në Maqedoni, edhe po ashtu edhe sportisti më i mirë shqiptar në Maqedoni, organizuar nga Komuna e Tetovës dhe një organizat austriake, mendoj që shqiptare austriake, tash mos më ka për fjalë se ka goxha kohë kjo që ka ndodhur, e organizuar pikërisht nga gazetari juaj Shaban Sinani. Megjithatë, të gjitha këto suksese, çfarë do me thënie kanë për ty gjatë karrierës tënde dhe kujt do kishe dashur t'ia dedikosh? Padyshim familje, sepse familja ka qenë ajo e cila ka qenë shtytësia ime më e madhe, sepse sporti është sfidë, është një farë lloj sakrifice të cilën duhet ta bëj jo vetëm sportisti, po gjithë familja. Duke patur parasysh që sporti karates nuk është një sport e cila është profitabile siç është futbolli, për shembull, edhe ti për të bërë sportisti madh ose je bërë sportisti madh, pastaj ke para edhe mund me para ti bësh gjitha gjërat. Në sportin e karates nuk është e tillë dhe është patjetër që familja të mbështes që ti të vazhdosh të merresh me sportin e karates profesionalisht dhe padyshim që familja është çelësi kryesor i sukseseve të mia. Sigurisht që ke pasur përkrahjen familjare qoftë nga familja, qoftë nga bashkëshortja, e cila gjithashtu është shumë ambicioze dhe është vërejtur në shumë intervista që të jep një përkrahje dhe mbështetje shumë të madhe. Padyshim, po kur thash familja edhe bashkëshorten e kisha aty, po edhe pse këtish bashkëshortja ime, ne jemi të martuar 10 vite, njihemi 12 vite, faktikisht gjysmën e karrierës time është njeriu i cili më ka mbështet më së shumti, edhe pse në disa momente kam nëna im për shembull është dorëzuar në mes të dikun të 2015-16 kur filluan lëndimet e mia, mami im nuk donte që unë të vazhdoj sportin e karates. Për dallim prej mamit, babi ka qenë për, po ashtu edhe bashkëshortja ime më ka mbështetur në atë kohë që të vazhdoj, sepse shifte potencial që duhet të shfrytëzohet kjo moshë edhe këtë talent që e ke, thoshte sa herë që gjynash mos e shfrytëzosh, sepse do ike kohë, do vi momenti ja siç erdhi tani dhe të thuash nesër sepse nuk e shfrytëzova moshën, kupton? Se jo çdo njeri ka fatin që ta ketë këtë talent dhe kështu që më ka folë shumë për këtë pjesë, edhe kur mbas lëndimeve, kur e kisha të vështirë të rikthehem, dhe mund të them lirisht sepse edhe ajo që është për të cekur është se me qenë se thash se kërkon sakrificë kjo pjesa e sportit, po me qenë se edhe pak më vonë u bëna edhe prind, edhe atë pjesën e një prindi klasik që duhet të kujdeset për fëmijët, unë nuk kam qenë aq i fokusuar tek fëmijët e mi për shkak garave të shumta që të cilat i kisha jashtë Maqedonisë, por edhe në periudhën kur isha në Gostivar, do nxjohesha në ora 5 mëngjes, në ora 12 stërvitjen e dytë, në ora 7 stërvitjen e tretë dhe brenda ditës 2-3 stërvitje, nuk e ke edhe komoditetin, edhe çlodhjen trupore që ti mund të kujdesesh me fëmijën, edhe në atë periudhë, do me thënë, bashkëshortja ime ka mbuluar gjithë këtë pjesë ku unë kam munguar dhe kështu që me falenderoj publikisht për gjithat që ka bërë për mu. Tash unë duhet ta bëj të kundërtën. Sigurisht të njëjtën, një përkrahje të tillë reciproke. Gjithashtu jeni baba i 2 vajzave me jetë të gjatë. Do të vazhdojnë rrugtimin tuaj në frymën e këtij sporti vajzat apo? Realisht, vajza e vogël, Malza, është 1 vjet e gjysmë, nuk e di se si... Është e vogël. Është ende e vogël, nuk e di se si do zhvillohet, por hera për momentin tregon një talent për sportin e karates, e ka me dëshirë, është e fokusuar në sport, edhe për mbi gjitha, e kam thënë edhe herë tjera që nuk duhet t'ja imponoj, dua kohë është shala e vogël, është 5 vjet, dhe nuk duhet t'ja imponoj me çdo kush që të merret me sportin e karates, po kështu si shkon është duke shkuar mirë, dhe nëse ajo e don sportin dhe ka një disiplinë
për të vazhduar me sportin e karates, padyshim që mbështetjen time do e ketë dhe unë mendoj që rrugtimin e një sportisti suksesshëm e di dhe vetëm do më duhet dëshira e sajt edhe motivi që ajo të qëndrojnë karate dhe padyshim që nëse lidhen gjitha kockat, ajo me talentin e vetë mund edhe të arrijë sukses në karate. Pra me sportin e karates mund të merren edhe vajzat, plasdinia femrore, apo jo? Po. Është një ndër sportet më të në maqionit paktën më të popularizuar të femrat. Ne kemi shumë garuese femra edhe të suksesshme që kanë bërë rezultate edhe europiane edhe botërore, por edhe në nivel botror sporti karates të femrat është shumë e theksuar dhe kështu që mendoj që është një ndër sportet pak a shumë hyn te sportet si volejbolli, ku tek femrat është e famshme. Më i theksuar, po. Më e theksuar. Megjithatë, ka pasur ndonjë moment qoftë i sikletshëm, i vështirë apo i bukur në karrierën tuaj që do kishit dashur ta ndani me publikun, meqenëse tani keni dhënë fund karrierës aktive sportive? Ka shumë momente të mira, sidomos periudhën kur u ktheva mbas lëndimit në vitin 2017. Ato ka qenë një sfidë e madhe për mua, realisht, ku pas dikun të rreth pasi operova një 7-8 muaj, pas lëndimit, kanë qenë prej në shtator deri nga maj dikundi, kanë qenë ditë vështira për mua realisht, sidomos 2-3 muajt e parë kur forma kishte ra, ishte momenti ku duheshte të rikthehem, ishte shumë e vështira e pjesë, mund të them lirisht që zgjohesha në mëngjes, për shkak se nuk mundesha ta përballoj stërvitjen, duke patur parasysh që fillimisht kisha pas lëndime edhe 7-8 muaj pas stërvitje, dhe me thënë, zgjohesha në mëngjes stërvitje, pastaj kur përgatitesha për stërvitjen tjetër, deri në stërvitjen tjetër flinja ditën. Pastaj bëja stërvitjen e dytë përsëri flinja, gati nga 15-16 orë në ditë flinja, që të mund ta përballoj stërvitjen, kupton? Edhe mbas kësaj, kur arrita suksesin në Kogja Elit të Turqisë, dhe me thënë, kur i ktheva mbas thash, ja vleti gjithë ajo sakrifis 7-8 muaj që e bëra. Po ka patur raste edhe kur të njëjtën gjë kam bërë edhe nuk kam arritur sukses, kupton? Edhe kështu që prandaj edhe sporti është i bukur sepse ka momente të mira edhe momente të cilët e dëshpërojnë realisht një njeri, po mbi gjitha gjithçka është e bukur kur përfundon bukur dhe unë mendoj që karrierën e përfundova bukur, e përfundova mirë. Ndoshta kam pat mundësi edhe më shumë, po nga ky vend që jemi, aq janë edhe mundësitë edhe mendoj që jam i kënaqur realisht me rezultatet që i kam arritur. Shumë e bukur. Edhe shoqëria sigurisht që krenohet me juve dhe me rezultatet e juaja. Po megjithatë përmendëm çështjen e suksesit. Ka pasur ndonjë parim ose princip gjatë gjithë karrierës që nuk do kishe dashur asnjëherë që ta thesh? Qoftë në ndonjë ndeshje të caktuar, për shembull, apo edhe në gjithë karrierën tuaj, pra këtë parim nuk do ta thej asnjëherë, apo ato kufi që i ke vendosur nuk do kishe dashur që ti thyesh? Realisht, ajo e cila më ka veçu mua si karatist është që kam qenë shumë i ferr me kundërshtarët. Dhe me thënë, çdo herë jam munduar që ta bëj pjesën time, po pa e nënshmu kundërshtarin, pa mos bë një veprim që ta lëndoj kundërshtarin, dhe me thënë çdo herë jam munduar që okay, më mirë ta humbi ndeshjen se sa ta lëndoj kundërshtarin dhe ta fitoj ndeshjen. Dhe me thënë, mendoj që këtë parim nuk duhet asnjëherë ta thej edhe në jetën e përditshme, dhe me thënë, jo, pak a shumë të shkelish mbi njerëz për të arritur një sukses, dhe me thënë, unë nuk e kam bërë këtë kur edhe nuk do e bëj kur në jetë, dhe mendoj që kjo ka qenë pak a shumë pjesa e cila më ka veçu si sportist. Ke pasur ndonjë karakteristë shembull, qoftë edhe botror, që ke ndjekur gjatë karrierës tënde? Padyshim, fillimet e mia të para e përmenda që ka qenë Enver Idrizia, i cili më ka inspiruar që të merrem me sportin e karates, por pak më vonë ka qenë edhe kampioni botës asaj kohe, kur unë isha i ri, ishte aktual, ishte Rafael Agaev, një ndër sportistët karatistët më të mëdhej gjitha kohërave,
po ashtu edhe kampioni i Turqisë, kampioni i botës nga Turqia realisht është Haldun Alagash dhe me të kam patur fatin që ta kem edhe trajner dhe mund të them që një pjesë të mirë të karrierës time edhe më ka orientuar rreth sportit karates. Atë kam pat fat edhe të ushtroj me atë. Me Agevin vetëm një herë kemi patur mundësinë që t'jemi bashkë në pregaditje, kurse me Alagasin, domethënë, kam ushtruar kështu tamam me muaj bashkë. Edhe mendoj që këto janë dy njerëzit të cilët edhe Enver Idrizin këtë rast kanë qenë sportistët të cilët jam inspiruar për edhe realisht kur jam takuar me të, edhe më kam folur për jetën e tyre, më kam folur për punën të cilën e bën edhe pak a shumë ka qenë edhe një motiv për mua që okej, nëse ky mundet, pse mos mundem edhe unë. Sepse Maqedonia pak a shumë është një shtet i vogël dhe shumë sportist edhe, po jo vetëm sport, edhe në jetën e përditshme, nuk mundemi ne. Ne jemi të dobët, jemi shtet i varfër, ne jemi... Jo, kur i takova atë njerëz, e pas që jo, individi është i cili e bën dallimin. Dhe pak a shumë ato më kanë dhënë një farë lloj motivi që mund t'ja arrij. Berat, pse vendose që tani ta ndërpresësh apo ta përfundosh karrierën tënde sportive? Shumë pyetje mirë dhe më vjen keq që ato të cilët ishin në manifestimin tim, unë kisha një paratitje aty, po në njëjtën kohë isha edhe i emocionuar dhe nuk mundesha t'i them gjitha ato të cilët duhesh të t'i them dhe një ndër gjërat të cilët nuk e thash atë natën e vin keq që nuk e thash, po mirë që ma bëre këtë pyetje. Arsyeën pse vendosa ta lë sportin, po, pse pikrisht tani. Domethënë, unë para disa muajve kam këputur ligamentin dhe rikuperimi i ligamentit, ta shpres edhe të operohem brenda këtyre muajve, pres të operohem dhe rikuperimi i saj, ato të cilët e din që është një ndër lëndimet më të vështira të cilën e përballon një sportist dhe e cila ka një rikuperim pak më gjatë se sa lëndimet tjera, domethënë gati deri 1 vjet shkon rikuperimi, pastaj edhe 1 vjet të duhet për të rikthyer në formë. Domethënë unë diku në vit 35-6 vjet deri në momentin kur unë do jem okay, domethënë nuk do kem asnjë lëndim, rikuperimin do kem okay, formën do ta kem të kthyer, po do jem në vit 35-6 vjet dhe mendoj që nuk kemi ne aq kushte që mund një sportist të vazhdoj mbas 35-ave që të rikthehet edhe ta mbaj atë tempo. Pse e them këtë? Sepse unë do të sakrifikoj për shembull, do vazhdoj të rikthehem, po këtu nuk ke as stipendione të siguruara, ke stipendione kur ke rezultate. Kur s'ke rezultate, këtu nuk të përfill shteti. Nuk ke financa, nuk i ke gjitha këto, po pastaj ku është pjesa e punës. Këtu nuk ke që për shembull do merresh me sport, do ushtrosh, po do të kesh të ardhur, e ke pa qeter të bësh edhe një punë tjetër. E tash unë do të shkoj një punë tjetër ta bëj, përsëri të kthehem stërvitje, po hajde për të arritur rezultate duhet edhe një punë të dytë ta bësh për të mbledh të holla për të vazhduar. Domethënë pak a shumë që ishte e vështirë realisht edhe domethënë lëndimi i gjurit ishte ajo e cila mua më bëri që ta ndërpresh karrierën sportive dhe më vjen keq që nuk e përmenda atë natë sepse isha tepër emocionuar edhe niku si detaj, po mirë që ma bëre këtë pyetje, ja të paktën shiqëuesit të cilët... Po, pyetje spontane që në moment më kujtua, pse pikrisht tani duhet ta ndërprisnit apo ta përfundonit karrierën tuaj. Por çfarë tani më tutje, domethënë pas rekuperimit? Realisht unë jam edhe trajneri klubit të karates Asiart, janë dikon rreth 70-80 fëmijë të cilët i ushtroj si trajner. Tash do të fokusohem 100% te klubi i karates Asiart dhe do mundohem të nxjerr gjenerata të reja të karateistëve. Domethënë kjo është fokusi im i parë, të cilën do të bëj tash mbasi përfundoj karrierën, domethënë fokusi do jetë 100% tek sportistët e së ardhmes. Po ashtu jam edhe seleksionues i juniorëve në reprezentacionin e Maqedonisë. Edhe aty pak a shumë jap një kontribut
eksperiencën time disa vjeçare në sport do ta ndaj me këto gjeneratat e reja të cilët kanë talent dhe mund të arrijnë rezultate. Dhe pjesa e tretë e cila jam gati 1 vjet e gjys është pozicioni im si nënkryetar partije, të cilën ka 1 vjet e gjys që jam nënkryetar i Aleancës për shqiptarët, edhe aty jam duke dhënë një kontribut për shoqërinë, për të ardhmen, të bëjmë diçka më mirë për vendin. E kur jemi këtu te politika, sigurisht që ndoshta më lejohet edhe një pyetje tjetër. Mosvalë do të kandidoni për kryetar të komunës Gostivarit? Realisht është qarkullu shumë kjo informacion, edhe bile këto ditë edhe kam patur edhe shumë telefonata nga miq, shok, gazetar, realisht. Mund të them lirisht që përgjithësive kur nuk ju kam ikur në jetë. E tash deri momenti që deri te kandidimi ka disa faza tjera të cilët i bëjnë partitë politike, dhe më thënë anketat, kështu me radhë, por unë vetëm u kam thënë një gjë, nëse mendoni që unë mund të jem kandidat, dhe më thënë nuk i ikë përgjithësisë. E tash përgjigje dytë nuk kam marrë deri më sot, pres brenda këtyre dytëve që se si do të vendosin faktikisht Zjadin Sela dhe partia në këtë rast, si do të vendosin, unë mund të them lirisht që nuk i ikë përgjithësisë. Nëse më jepet ajo mundësi, do ta bëj me dëshirën më të madhe për të ndihmuar sidomos Gostivarit edhe gjeneratave të reja. Sa të ka përmbushur gjithë ky sukses, flas në aspektin sportiv, sa të ka plotësuar shpirtërisht, ke qenë i lumtur gjatë gjithë kësaj karriere? Padyshim që tash mbasi mbaron karriera sportive, kujtohen vetëm momentet e mira dhe mund të them lirisht që jam tepër i lumtur me gjithë çfarë më ka ndodhur në jetë. Por edhe pse parës përmenda disa momente të cilat kanë qenë të vështira, por summa sumare, domethënë, unë mendoj që ka qenë karrierë e bukur, kam mësuar shumë në jetë, domethënë nëpërmjet karates, kam krijuar shoqërinë në gjithë botën, jam edukuar ndryshe, kam njohur kultura të ndryshme, të cilat nëse nuk isha në sport do më duheshin shumë të holla për të shpenzuar, për të arritur njoftoj kultura të ndryshme. Domethënë sporti karates këto gjëra mi ka dhënë pa vetëm pse kam qenë sportist dhe më janë dhënë gjitha këto mundësi për të arritur edhe për të ringritur si personalitet realisht. Dhe për fund, cilat ishte porosia juaj për të rinj që dëshirojnë të merren me këtë sport? Unë do ju kisha thënë që të merren me çdo sport të cilën do kenë mundësi të merren, sepse sporti jep shumë në jetë dhe sidomos sporti karates, përveç se ta jep disiplinën, ta jep atë karakterin luftarak, është sport me intelekt dhe zhvillon edhe inteligjencën dhe mendoj që sidomos tek fëmijët për t'i dhënë sidomos me këto telefona tash që fëmijët janë aktiv shumë, sporti karates të çliron nga kjo pjesë dhe mendoj që është një ndër sportet të cilët edhe doktorët e preferojnë që të merren fëmijët. Dhe realisht unë tashmë kam diku rreth 600 fëmijë të cilët kanë ushtruar te unë karate, te klubi Asiart dhe shoh kam tepër eksperiencë dhe shoh që ato të cilët kanë ardhur në fillim që kanë patur një problem me telefonat, problem me socializimin, domethënë pasi janë regjistruar mbas 2-3 muajve, prindërit e tyre kanë thënë që kanë shumë përmirësim në pjesën e socializimit dhe pjesën e këtyre androidave të cilët e përdorin shpesh fëmijë, domethënë janë larguar nga ajo pjesë dhe kjo më ka bërë edhe të lumtur realisht dhe mendoj që është mundësi e mirë që të merren fëmijët me sportin e karates, por edhe në përgjithësi sportet tjera. Domethënë çdo sport është i mirë, fillimisht për shëndetin edhe për çdo gjë tjetër. Berat, ne të falenderojmë shumë që ndave nga dita jute për të na nderuar, të dëshirojmë edhe shumë suksese dhe shëndet në të ardhmen. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kjo ishte ECRA për sot. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.